Në këtë edicion do të ndihni. Në bazë të njoftimit zyrtar nga Ministria e Arsimit niveli 0, qerdhet dhe kopshtet klasa përgatitore që mbajnë mësim në shkolla fillore, si dhe klasat 1 deri në 5 duke respektuar rekomandimet e institucioneve përgjegjëse për mbrojtje nga COVID-19, rikthehen në mësim. Këtë e thonë edhe në Drejtorinë e Arsimit në Gjakov. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi tha se me të gjitha qeveritë kosovare kanë bashkëpunuar për të shtyrë më tej agjendën e përbashkët ndërmjet Kosovës e Shqipërisë. Në festivalin më të vjetër dhe më të rëndësishëm të Azisë në Hong Kong, filmi kosovar Në kërkim të Venerës i regjisorës Sonori Kasefa triumfoi 2 fish, regjia më e mirë dhe aktoria më e mirë. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Në bazë të njoftimit zyrtar nga Ministria e Arsimit niveli 0, qerdhet dhe kopshtet klasa përgatitore që mbajnë mësim në shkolla fillore, si dhe klasat 1 deri në 5, duke respektuar rekomandimet e institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen nga COVID-19, rikthehen në arsim. Këtë e thonë edhe në Drejtorinë e Arsimit në Gjakov. Masat më të fundit të përcaktuara nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen ndaj pandemisë COVID-19 kanë ndikuar dukshëm edhe në procesin mësimor. Gjevali Nikol Bibaj, drejtori i arsimit në Gjakov, tregon si do të vijojë procesi tutje. Përditës sonë parashkollor dhe mësimi po mendojnë nxënësat nga 1 deri në 5 do të jenë me prezencë në shkollë, do të thonë me prezencë fizike, kurse nga 6, 9 dhe 9-12 do të jenë me mësim online. Kjo është një vendim që ka nga Ministria e Arsimit, për shkak që më parandalu mos më prap COVID-19, si masa preventive, të rekomanduar nga Instituti i Shëndetësisë, kurse për hapa tjerë do të vendoset në ndërkohë që do të vazhdoj kjo masa, apo do të themi me prezencë shkollë. Nikol Bibaj thekson se fal angazhimit të kësaj drejtorie si dhe donatorëve janë siguruar që secili nxënës të ketë qasje në mësimin në distancë. Na kemi kërkuar nga drejtor të shkollës se mëson se të jenë në prezencë shkollë, që të kyçja të jetë më mirë, pasi që vetë kemi investuar në përforcimin e internetit, që më pas një komunikim më të mirë me nxënësat. Kemi mbi 500 pajisje që janë tabletë dhe laptop që kemi shpërnda të nxënësat me nevojë, të minoritetet roma, shkali dhe egjiptian, po dhe të nxënësat të tjerë që të pajisen që ta kemi më të lehtë për zhvillimin e mësimit online. Vlen të theksohet se në tërë komunën e Gjakovës, shkolla e vetme që ka kaluar në skenarin C përkatësisht mësimin në distancë është shkolla Nexhmedi Nixha, ndërsa në të tjerat, krahasuar me numrin e përgjithshëm të infektuarve me COVID-19, numri të infektuarve ka qenë i ulët. Edicionin e vazhdojmë me lajme të tjera. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi tha se me të gjitha qeveritë kosovare kanë bashkëpunuar për të shtyrë më tej agjendën e përbashkët ndërmjet Kosovës e Shqipërisë. Mes tjerash, Mingjozi shtoi se shtetasit e 2 vendeve komunikojnë në mënyrë të vazhdueshme duke bërë bashkëpunimin edhe më të frytshëm sa i përket shumë çështjeve të rëndësishme. Sipas tij, sikurse me qeverinë Hoti edhe me atë Kurti është diskutuar për fushat e bashkëpunimit që janë prioritete për të dyja vendet. Ne në vazhdimsi me gjitha qeveritë në Kosovë, ne kemi bashkëpunuar për ta shtyrë më tej agjendën e bashkëpunimit midis Shqipërisë e Kosovës. Viti i kaluar ka qenë një vit domosdoshmë krejt i veçantë për gjithë ekonominë botërore. Ashtu edhe për Shqipërinë dhe Kosovën ka pasur një goditje, nuk ka nevojë të ndisë faktorët, faktori kryesor është pandemia, natyrisht edhe tërmeti në Shqipëri ka dhënë disa efekte negative që pengon në një farë mënyrë rritjen e zakonshme që jemi mësuar për të parë. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi marrë masa që bashkëpunimi ndërsjellët të vazhdoj me ritmet e duhura. Tani me zbutjen e masave ose me një situatë më të relaksuar për Covidin, besoj që do të ketë iniciativa për që ky bashkëpunim të vazhdojë. Sipas tij, pjesa më e madhe e marrëveshjeve të arritura ndër vite janë zbatuar, edhe pse një pjesë nuk kanë arritur pritshmëritë e duhura. Ai tha se marrëveshja kryesore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është e bazuar në ekonomi. Pjesa më e madhe e marrëveshjeve janë zbatuar. Një pjesë nuk kanë arritur atë pritshmërinë e duhur. Po theksoj një herë që në vitin 2019 Shqipëria dhe Kosova kanë shkëmbyer me disvetes rreth 310 milion euro madhra, nga 160 milion që ka qenë në vitin 2016. Domthonë është një hap goxha përpara. Marrëveshjet kryesore do të jenë në ekonomi.
Dhe ne po i mësojmë kësaj sfere në mënyrë që këto të thellohen më të mërzitshme. Cilat janë pengesat? Pengesat akoma janë tek mos rakordimi siç duhet i disa elementeve ligjore si në Kosovë në Shqipëri, duhet bëhet unifikim i disa praktikave që ndodhen me të dy anët të kufirit, që mos ketë domethënë ndryshime thelbësore të këto. Mingjozi theksoi se me të gjitha qeveritë kosovare kanë bashkëpunuar. Reforma zgjedhore në Kosovë është më se nevojshme, por që për këtë ndryshim ka munguar vullneti politik. Kështu ka thënë drejtoresha ekzekutive e lëvizjes FOL, Megjide Demolli Nimani. Demolli Nimani ka treguar edhe disa rekomandime që duhet të merren përballë si reformim i zgjedhjeve, ku mes tjerash ka përmendur mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Reforma zgjedhore në Kosovë është më se e nevojshme, por që për këtë ndryshim ka munguar vullneti politik. Kështu ka thënë drejtoresha ekzekutive e lëvizjes FOL, Megjide Demolli Nimani. Ka vite tëra që ne kemi kërkuar një reformë zgjedhore, mirë po fatkeqësisht ka munguar vullneti politik i partive vitet e kaluara, kështu që po është më se nevojshme që të fillohet një reformë përmbajtësore të ashtu e sistemit zgjedhor në Kosovë. Një reformë zgjedhore përmbajtësore nuk mund bëhet vetëm me një parti politike që kemi në këtë rast në pushtet. Kemi kërkuar edhe notën tentim ndryshimit në ligjin për zgjedhjet, kemi kërkuar që kjo gjë të ndalohet dhe duhet ketë një përfshirje më të madhe të gjitha aktorëve, qoftë të gjitha partive politike, po edhe shoqërisë civile dhe aktorëve tjerë, të cilët e kanë përcjellë në vazhdimsi procesin zgjedhor në Kosovë. Do të thotë nuk mund bëhet një reformë mirëfillt edhe përmbajtësore e zgjedhjeve pa pas një përfshirje, një gjithë të gjitha aktorëve relevant. Demolli Nimani ka treguar edhe disa rekomandime që duhet të merren përballë si reformim i zgjedhjeve, ku mes tjerash ka përmendur mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Kemi kërkuar dhe duhet të konsiderohet votimi preferencial deri në 5 kandidat, kemi konsideruar se duhet të reduktohet, gjithashtu pragu zgjedhor përkatësisht aplikimi i tij për subjekte të ndryshme politike, si partitë politike, koalicionet dhe kandidatët e pavarur duhet të rikategorizohet, mënyra e zgjedhjes së presidentit duhet të rishqyrtohet, gjithashtu duhet të konsiderohet edhe ndarja në zona zgjedhore. Kemi parapar edhe ndryshime tjera qoftë në procesin e administrimit të zgjedhjeve dhe shumë të tjera në të gjitha fushat, ka përfunduar Demolli Nimani. Paralajmërimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike në vend ka shqetësuar bizneset, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini, duke shtuar se duhet të ndodhë sa më shpejt liberalizimi i tregut në mënyrë që të rritet konkurenca, që siç thot ai do të ketë edhe oferta me çmime më të mira. Shahini ka thënë se paralajmërimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike është shqetësim i madh për qytetarët, bizneset, pasi që energjia është një ndër shtyllat kryesore që merr pjesë në shërbime pa prodhim. Mendoj që energjia elektrike është një trend në gjithë botën dhe në Kosovë kjo ka ngritë shqetësime të mëdha, prandaj liberalizimi sa më shpejt i tregut për furnizim të energjisë elektrike do të futë konkurrencën. Në konkurrencë mund të kemi edhe oferta më të mira, edhe çmime më të mira, dhe kjo do të jep mundësi, jo sipas ligjeve aktuale, por duhet ndryshohen ligjet, që secili qytetar të blenë atje ku e ka më lirë. Shahini tutje tha se qeveria përmes rregullatorit duhet të shikojë saktë për çfarë po kërkohet rritja e çmimit të energjisë, e njëra prej masave kryesore që duhet të ndërmerr është liberalizimi i tregut që operatorët ekonomik ta blenë atje nuk është më lirë. Duhet të shikohet se cilat janë masat që mund t'i merr që mos të rriten. Masat që duhet merr janë liberalizimi i tregut. Që operatorët ekonomik të kenë më të drejtë secili të blenë energjinë atje ku e gjen më lirë. Dhe jo t'i jepet dikujt monopol dhe t'i merr peng licencat dhe të ofron qytetarëve të vetë
energjin sipas atij që ka përfitimin. Por duhet të jepet mundësia që të liberalizohet tregu, të liberalizohen ligjet, të lejohen qytetarët të blejnë energji atje ku e gjejnë më lirë, e jo vetëm ku i ofron një apo dy operatorë të cilët aktualisht e furnizojnë shtetin me energji elektrike. Paralajmërimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike në vend ka shqetësuar seriozisht bizneset, ka theksuar ai. Ja edhe një lajm shumë të mirë që na sjell regjisorja jon Norika Sefa. Në festivalin më të vjetër dhe më të rëndësishëm të Azisë në Hong Kong, filmi kosovar Në kërkim të Venerës, si regjisore son Norika Sefa triumfoi 2 fish. Regjia më e mirë dhe aktoria më e mirë. Filmi gjatë artistik Në kërkim të Veneros me regji dhe skenar nga Norika Sefa ka fituar çmimin regjisorja më e mirë dhe aktoria më e mirë për rolin kryesor të interpretuar nga kosovare Krasniqi. Festivali ndërkombëtar i Hong Kongut është festivali më i famshëm për art house në Azi, njëherët edhe festivali kategorisë A. Në momentin që pranova lajmin për çmimet, më është dashur pak kohë të mendoj për shumë gjëra të cilat na erdhën në rrugë sipër, u bëm pjesë e këtij filmi dhe vendimet që u bën pjesë e këtij momenti kur unë tani po e pranoj çmimin si regjisorja më e mirë në mes të regjisorëve e filmave të mrekullueshëm. Kjo më jep vetbesim për stilin që kam dhe më motivon për punë të më tutjeshme, u shpreh regjisorja Norika Sefa. Disa nga emrat që kanë kaluar nëpër këtë festival janë An Hui, Kurosawa Kiyoshi, Hyag Zhanghe, Brillant Mendoza, Nakata Hideo, Tsai Ming Liang e të tjerë. Falenderoj shumë regjisoren dhe producentin e filmit që më kanë besuar për këtë vepër dhe që më prezantuan në botën e filmit, rrjedhimisht më njoftuan me audiencën e botës, u shpreh aktoria kosovare Krasniqi. Unë veç di dhe dua të duar trokas për çdo çmim tjetër që do të na vi. Kemi besuar shumë në Venerën dhe vazhdojmë të besojmë njëjtë sepse kemi dhënë shumë përkushtim dhe dashuri për të, u shpreh producenti Besnik Krapi. Në kërkim të Venerës është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe Agjencia për Filme Maqedonisë së Veriut me producent Besnik Krapin, i prodhuar nga Circle Production dhe me producent Igor Popovskin dhe Gazmen Nelën. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni. Në bazë të njoftimit zyrtar nga Ministria e Arsimit niveli 0, qerdhet dhe kopshtet klasa përgatitore që mbajnë mësim në shkolla fillore, si dhe klasat 1 deri në 5 duke respektuar rekomandimet e institucioneve përgjegjëse për mbrojtje nga COVID-19, rikthehen në mësim. Këtë e thonë edhe në Drejtorinë e Arsimit në Gjakov. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi tha se me të gjitha qeveritë kosovare kanë bashkëpunuar për të shtyrë më tej agjendën e përbashkët ndërmjet Kosovës e Shqipërisë. Në festivalin më të vjetër dhe më të rëndësishëm të Azisë në Hong Kong, filmi kosovar Në kërkim të Venerës, i regjisore son Norika Sefa triumfoi 2 fish, regjia më e mirë dhe aktoria më e mirë. Këtu merr fund ky edicion i lajmeve, për më shumë vizitoni portalin syriviz.tv. Mirupafshim.